Përshëndetje, këtu ju kam sjell sardele të skuqura të marinuara. Recetë fantastike, siç e pat pazarin di, 2 kg sardele, i pastrojmë, i lajmë, i vendosim në një picet kuzhine dhe i thajmë mirë. Në një tenxhere 2 kokra qep të grira sipas dëshirës, 4 thelpin hudhër, 150 g vaj ulliri, 500 ml ujë, 250 g ufull verë. I hedhim pak erza, trumës, 30 fine, kemi dhe majdanosin, po majdanosin e hedhim në fund, kokër piperit të kuq, kokër piperit të zi, pak piper, dhe i zim për 10 minuta. Një lugë kafe me maj me krip, 10 minuta, jo më shumë, nuk ka nevojë. Sardelen mbasi kemi tharë, i hedhim miell dhe i skuqim në vaj të bollshëm. I vendosim në një tepsi të veshur me letër kuzhine, pak krip sipër, ndërkohë presim imët majdanosin e freskët, në një tepsi qelqi vendosim një shtres me sardelet dhe i hedhim marinimin që pat në video, po t'jeti vokët, jo shumë i nxehtë. Një shtres me sardele, marinimin, i hedhim pak majdanos të freskët sipër dhe dy shtresa, më falni. Ndërkohë e shërbejmë, kjo është rezultati, e mira është i lejmë një ditë frigorifer, janë akoma më të shishme, ne i konsumuam sot për dre, kjo të gjitha, por aman që ta shkurthoteli, zbukrojmë pak pjatën, e shoqërova me salat finok, me mollë, me qep, me ullinj, e me gjithë të mirat. Kjo ishte, do më thënë dreka ime, ju uroj gjithë të mirat dhe mirupafshim.